Të nderuar televizionistët, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erjon Skëndaj. Sot emisioni Fol ka udhëtuar në Has, sepse banorët e 20 fshatrave vuajnë për rrugë prej 34 vitesh. Unë ndodhem rreth 100 metra nga dogana e Qapruçit dhe pikërisht ke vendi ku banorët po protestojnë. Kanë protestuar edhe javën e kaluar, protestuan edhe këtë javë. Bllokuan dhe rrugën madje, u përballën edhe me policinë. Rrezik të përballen edhe me shoqërime. Dhe pse? Se kërkojnë një rrugë që prek 20 fshatra, po 5 i prek direkt, e kanë jetike. Banorët thonë se 34 vite në zonën e tyre nuk kanë parë 5 lek të investuara. Që do të thotë se në 35 vite demokraci, shteti nuk ekziston në këtë zonë të bukur që ndodhet pas krave të mi, ku dëbora e pa zakon që ka rënë në mes pranverës e ka bërë shumë të bukur. Do duhet kishte zonë turistike, do duhet kishte bujtina, do duhet kishte turist. Po në 2025 në fatkeqësisht shohim banorën mes rrugës akoma që kërkojnë rrugë. Po çfarë tjetër kërkojnë banorët? Sepse kur s'ka rrugë, mendja shkon për keq që ka edhe halle tjera dhe probleme tjera. E për të mos folur në ajër, unë kam thirrur një pjesë banorëve që ishin në protestë. Dhe këta banorë do t'i falenderoj sepse kuraja e tyre, zëri i tyre na solli në këtë krajinë. Faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Tani ne kemi një emision që e quajmë Fol. Nuk i vum asnjë emër tjetër sepse parimi i parë i demokracisë është fjala. Pra çdo gjë nis nga fjala. Po s'pate fjalën, e kot që të vazhdosh pastaj me veprat. Ju keni edhe fjalën dhe veprat. Babe, si të quajnë? Fadil Haxhia nga fshati Zogaj. Ko punoni jetë tonë në minjerë. Sa vjeç je? Jam 70 vjeç. Edhe 100. Faleminderit bashkë me ju. Tash po flasim për rrugën. Kjo është rrugë e ndërtuar qysh në vitin 39. Është ndërtuar me rob lufte. Është rrugë që është me taban që është shumë e lehtë. Ai që e merr për me ato me shtruë madonmenja që nuk ka ato vështirësi që do të mi pas rruga. Sa i gjatë është rruga? Rruga 19 km. 19 km. Po. Pra nga fshati i fundit apo nga fshati i fundit? Nga fshati i Po, fundit. nga fshati i fundit 19 km. Unë thash 5 fshatra i prek direkt. E vërtet është? Më shumë. Që sa kap direkt dhe pastaj sa impakton pjesën tjetër? Po tash ti direkt 6-7 fshatra i kapi, kjo atë jesin domon i pjesë aty pa u kap kjo. Edhe kjo tash, kjo rrugë, ne për qëtë rrugë, mu i kushrinjë jemi, më ka vdek në rrugë, apër shpisë që ti burri. Për rrugën që e kem skandal. Pra vdiq rrugës për në spitale? Ka vdek në rrugë, e pequr në spital. Po pra rrugës Po për në është spital? po rrugës për spital. E sa rriti do të? Sa rriti do të prej rrugës mija që e kem. Pra ndaj, ne jem bashku për që rrugë më diskutue, me nga bo dikush, qarën për ta, jem njërës matë që diskutuem për që rrugë, jem mas parë ma, nësë kem lypë gjatë jetëve që rrugë. Edhe që ta njërës që kanë ardhë e kanë kandidua këtu, me marrë votën e këti elektorati, po thomë, prej këtu e dej në kam atje, e pak për të kamit atje, ne vetëm mashtrime kem pas. Të doja t'u bëja pyetje, si u lanë 34 vite në këtë gjendje? 34 vite nuk e ka nuk kush në zemë për qatë punë fare. Fare.
kanë marrë qatë votë, se ku ta gjojnë atjetën budalla i shkoton jeta që ashtu edhe marrë filmin. Ju keni shpresuar? Na me shpresa, po shpresat janë këput, ta dhej para folë si pare që aty, njëna ka shku thika të ashti. Kush ka makina 1, 2, 3 që i kemë për shpije shëqyr që u bo me makina, të gjitha taksa e tatimet i paguajnë shtetë. Një lopat dhe as një gjon prej gjonjen këtë rrugë që i nuk është. Prandaj, unë e kom kërkoj nga qeveria shqiptare që kësaj zone mjë dhonë ndihma për këtë rrugë që të në bëhat dishka. Ti vetë kur ke parë që të vijet dorë të kjo rrugë? Ke parë në njëherë të vijë një fat drom, një skrep? Shiko. Sjell çakull minimalisht. Një sekund. Ka nërë një 2-3 rallë, kanë ngryve dhe e jo çakull, e kanë shunë rrugë, një levizje që është bon edhe ma kesh sokon. Pra marrin dhe këtu edhe hedhin rrugë? Po e qesin që atë. Ajo është dëmonë, që ashtu edhe jem qësh jem. Pra prishin edhe tabanin e vjetër? Edhe tabanin. Kaldrëmi? Edhe tabanin, edhe trajlat me kaj 3-4 tonë. Vazhdojnë trajlat? Vazhdojnë. Që të kohë, po kanë vazhdua ata, kanë bon qështu në qëtë gradë, qështu kanë disa qëse të kekem inxinjerën dëmonë që aspirojnë, sa firma aspirojnë këtu, në qa prush e dejnë kam atje, e pak për të kamit, që ku kem për aty. Po më ata ta zhvillojnë, po të bëjnë dhe rrugën, se tani zhvillimi... Ashtë absolut nuk e ka kërku kush që i thonë o të zotëri, ti që e ke transporto këtë këmë, këtu. A thua, mos kene i detyrim, mi e më shedi gropë. O shërenta minerar, atë e mërë shteti, po shteti se këthe në brapsh. Po tash, se që në shku atë punë, me ato sapet, i din ata, e na jem qëtë gradë. Pam kryetar në bashkisë, çfarë ju tha kryetari? Vetë kryetari, sa ka fuqi? Kryetari, janë 2 bashkit vogla, ta që se foli dhe kryetari i bashkisë Hasit. Po. Ne tha jem 2 bashkit vogla, që nuk i përballojmë me investimet. Unë si bashki në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar, rajonal mes Shqipërisë dhe Kosovës, unë këtë rrugë e kam propozu, ma kanë kërku dhe e kam propozu pjesën e rrugës, pjesën e segmentit tonë, sepse ne këna propozu dhe në pjesën që lidhet me zogaj. Dhe projekti është i përbashkët, është projekt i bashkisë Hasit dhe i bashkisë Tërpoj. Projekti është gati. Ne që na kërkohet, unë dhe japë ndimen për bëmin e kësaj rrugë, që këna në ndorë. Por, ju e dini dhe ne tanë e dim që ne nga bashkit vogla me pak të ardhura, dhe nuk kemi aqë fundë sa me përbalu investime të mdoja, sepse kja një rrugë gjatë. Këtu duhet pa tjetër ndërhyrja e shtetit, unë kam bindje që në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar do gjendet një zgjidhje dhe do financohet edhe kjo rrugë. Sepse ne rrugë tona ju e dini që ne si has kena 400 km/h sipërfaqe dhe pothuajse pjesa dërmuese e rrugëve janë rrugë rurale, rrugë pashtrume. Kështu që po them edhe një herë, është domosdoshmëri dhe kush e merr për politikë është jashtëzakonisht gabim që ta marrim këtë kërkesë juaj për politikë. Shpresoj që protesta juaj të kenë radhën në veshjen e drejtuesve të shtetit që na jepet mundësia që të hapin një drejtësile për financim. Pa ke mosh t'i bap 70 vjeç dalësh në protest? Une dal në protest edhe din sa barri. Se kom punon minjerë me turne edhe mu nuk e më po përshtypje fare. Fare se më po përshtypje ajo. Me tonë shokët, jam dhe o shërë. Pra e keni ndarë mendjen në protesta? Po e kom da mendjen, po jem vënum. Se për këtë punë ishtë darë bile para 10 vjetë. Para 10 vjetë. Jem te për të vënum. Faleminderit. Gjithë mjatë, faleminderit e për jush. Faleminderit. Baba, si të quajnë? Unë që Arbela i Armataj, jam me profesion inxhinier minjer,
lindur dhe banues në fshatin Zogër, si që ka dhe zotëria Padilje. Kjo rrugë është hapur në vitin 1939 nga Italia. Arsyeja e hapjes së kësaj rrugë është shfrytëzimi i mineraleve të kësaj zone. Shërbimi gjeologjik shqiptar ka zbuluar mbi 5.5 milion ton rezerva të zbuluara Që janë aty, në këtë zonë. stok. Të lutem, shërbimi gjeologjik. Janë mbi 1.5 milion ton të shfrytëzuara, gjatë gjithë vitet edhe në pjesën e modernizmit edhe në këto 34 vite. Në këtë zonë operojnë 28 leje minerare të licencuara nga shteti shqiptar. Janë aktive? Jo të gjitha aktive, po leje të licencuara. Duke filluar nga Qarkushit deri në Kam. Për të mos përmend pastaj edhe pjesën tjetër që futet në impaktin, sepse në këtë rrugë edhe gjatë modernizmit e gjithë sasia e mineralit është eksportuar për në fabrikën e kromit në Gjakov. Me kuptoj. Po. Tani kjo është rrugë nacionale apo rrugë bashkie? Tani kanë ndryshuar gjërat sepse fillimisht ka qenë rrugë nacionale. Po pastaj dolën këto projektet e lidhjes ndërmjet dy qyteteve të Tropojës dhe të Hasit, edhe rruga devijoi andej nga pjesa e Elshanit. Edhe kjo përfundoi rrugë bashkie. Kjo përfundoi rrugë rurale. Pa status. Pa status veçantë. Normalisht. Pra e ka bashkia, nuk e ka RSH-ja. Këtë do të. E ka bashkia. Bashkia, e kuptoj. Pra e gjithë kjo sasi minerale, paktën në këto 34 vite, është paguar renta minerale. Të gjitha këto firma që i përmenda paguajnë taksa lokale dhe qendrore. Paguajnë taksa lokale dhe qendrore. Dhe është kjo gjendje, kjo që shihni edhe ju. Po si ja bëni ju për shembull kur bie shumë shi, se sot është kohë diçka më e mirë, po kur bie shi? Se kjo duket që mezi kalohet tani. Tani duket se nuk ka rënë shumë borë, po vite më herët kanë rënë edhe 2 metra borë. Ne kemi pas probleme edhe me hapjen e rrugëve. Pra ju izoloni fare? Jemi izoluar edhe me muaj. T'merë. Kush është zgjidhja? Ti je inxhinier, sa ka nevojë kjo për financim? A keni bërë një përllogaritje pak a shumë? Për mos me ja lënë gjithçka qeverisë në dorë se qeveria. Projekte për rrugën, paven ata që janë marrë drejt në këto problemet e pushtetit kanë ekzistuar. Kjo faktikisht është një rrugë që të gjithë pjesën e veprave të artit e ka sepse të gjitha urat janë të ndërtuara që në atë kohë të papërshme. Pra nuk kërkon investim të madh. Nuk kërkon një investim shumë të madh. Në përjashtim stabilizant edhe asfalt. Pastrimin e kanaleve. Nga policia po pret na marrin protestues, si bëjnë të kërku me nash. Ja ta kalojmë pak, t'ja kalojmë zotërisë. Çfarë po ndodhi zot? Mos më thua që ta policia do vish me ne. Policia mua patjetër, po siç më informuan edhe të prit me marrë disa protestues tjerë. Po pret marrë emisioni? Po nuk po presin, aty janë, ja mundi mi filmu, po presin që Atëherë do kërkoj nga operatori Robert Sani. Në kohë reale ne po bëjmë emisionin, kemi policinë në distancë, sipas Izetit, sepse Izeti është një nga banorët që ka protestuar, po presin që ta shoqërojnë sepse ka protestuar në rrugë. Tani Izet, do na sqarosh një gjë. E keni lajmëruar policinë sipas rregullave? Ne kemi bën njoftimin se tash për protestë as ju marrim leje, edhe po tishtemi ju marr leje për protestë nuk do ju marrim leje. Po njoftim keni bërë. Njoftimin e kemi bërë sipas ligjit. Ne na kanë thënë që mos me blloku rrugën se është e palishme, po ne protestën mal nuk e bëjmë dot. Edhe për rrugën jemi të vetëdijshëm mos me blloku nëse ka ne ashtu, po ne kemi një hall të madh. Kemi një hall që na ka përndjek për vite, mos me thonë për me qenë eksakt shekull pa 14 vjet. Një shekull që nuk është bën asnjë investim. Një shekull ju luteni për këtë rrugë. Një shekull, se tash në 38-ën që ka ardhur Italia fashiste,
themi 30 jetë, i bie 86 vjet. Pra, i bie që Një shekull që ke gjyshi jot, babai jot, gjyshi ti im edhe fëmia po luteni për këtë rrugë. për lutemi për këtë rrugë. Tash ne jemi 3 breza, këtu kam babain që është 84 vjeç, unë jam 47, djalin e kam 16, edhe ne presim gjithmonë kur do të nisin kjo rrugë. Bile babi më thot shpesh herë, thot ta kisha pa të nxim edhe pse vdes nuk e kanë problem, po ta kisha pa që se ky siç thot, domethënë nga mosha që ka e maj mend një rul gjerman në atë kohë, që ka qenë 4 metra gjatë me një mbuloj sipër, domethënë që nga ajo kohë ky pret kur do të vinë edhe rul tjetër që të bëhet kjo rrugë. Edhe problemin e po trajtojmë mrapa, unë do të qohëm vetëm një sekond të shoh se ata po kërkojnë me marrë edhe djalin edhe mua edhe disa banorë tjerë, janë të prit aty. Ju vi lutem bash bisedoni. Me kuptoj. Nëse ne do t'ju mbajmë në fokus në kuptimin që nëse ka zhvillime, mund edhe të afrohemi atje direkt, vetëm na bëjmë shenjë. Shkoj lesat me Po. marrë misionit paktën nëse lejohet të kthehem se do shkoj vetë, s'është nuk ka problem. Atëherë ky është një emision i pa precedent në nderuar teleshikues, ndodh që banorët dalin për një drejt legjitime, policia pret t'i arrestojë apo t'i shoqërojë sepse protestuan dhe kërkuan rrugë. Të kërkojnë ndjes pas ke dalë dhe me shkop. Po të mbajnë këtu në të Qa ftohtë. të bëjmë? Pe hallit kem dalë këtu. Pe hallit kem dalë. Si të quajnë? Unë qumë Alimusa nga fshati Zjeq. Sa larg është fshati nga këtu ku jemi? Nga fshati këtu jemi është 5 kilometra. 5 kilometra. Po. Sa të duhet ba për me dalë në rrugë? Me duhet me dalë gjysore. me Gjysmore, makinë, Me arë këtu. Me makinë, gjysore. Edhe ne... Për 5 kilometra gjysmore. Po gjysore, po mund është në shumet. Ne... Një zotëri ishte qarë dhe goma aty, ja ku kam betaj. Na kanë ardhë për fushata vazhdimisht. Na kanë premtuar për rrugën që 30 vjet edhe nuk është bën gjë. Nga që na premtoi qeveria për rrugën, na kena investuar. Kena bën ndërtime, kena bën shtëpia, i na mundu me marrë ujësielsa, me bën jetesë normale. Se ujësielsin e keni bërë vetë? Vetë më për kushte më këtu ujësielsin. Ku ka ujësiel këtu? Këtu s'ka asnjë investim. Ti marri me rrallë, rrugë s'keni, se e shoh. Ja, nuk ka. Po, Kanalet Ujitse, Ja. i gjithë ky bazeni që shemi po, deri në Zogaj, po, në të dy krahët, dikur ka ekzistuar dhe i kanë po, po, ja mos e ndërpresim edhe shumë zotëri. Sa për ta sqaruar janë këtë? kanalet e hapur në të dy krahët, Po, se kjo është një lugin, në të dy krahët dhe është vaditur deri në fshatrat e fundit atje në Zogaj. po sot, Sot këto kanale, krahu i majt, O zotëri gazetar, po, këtu nuk ka bë investim që 35 vjet. pra As të një lloj. majtë të djatë të qendrës, As mojt, as të djath, gjithë as një ngjyra, lloj investimi nuk ka kanë bë. Ore, as i sa niq. këmban mend që të ka ardhur ka premtuar. Se duhet i mbash mend të gjithë besoj. Për zotin na kanë premtuar tetan. Të tanë. Deputet tetan, edhe bile me vjen shumë keq. Herën e fundit e kanë pandeli mojka. Edhe këtu paneli majka. A këtu ka qenë, u ka premtu popullit që do të bëjnë rrugën e keni të bëme, s'na ka bë gjë. Uj, sjellsa në këtë fshatra nuk ka. Pe këtu ujtën kam. E Ujra të zeza nuk ka kërkun të punume. Kështu me gropa septike? A qashtu ka. Uj me pipina, dikush me e ka morë lagë në mal, dikush e ka bo pusin, pus në borë. Në gjerë uj, pim uj në për pusë. O zotria jam një 68-ën, një 68-ën jam kon i rione. On mu teli dritave e shtyllat e senet, s'ka drita, ishë në 40 vëllë të sen, vinë drita, ishë në 30, në digjen pajisjet. Pra instalim, ato instalimet e vjetra të elektrifikimit. Vjetra. Bën edhe 3 aty, të prishin gjitha pajisjet, të prishin digjen. Se s'ka drita, shkollë s'ka. U mbyll shkolla ke fshatit? Nuk ka myll. Nuk ka myll për shkop se më kona e hapne. Se s'ka shkolla ja. A kanë rëpaltu shtak, se ka me tu kosha, se ka nesh kosha, s'ka bu. Sa fëmijë kanë bet? Po 20.
20.000. Një 20.000. Ikën njerëzit, pse ikën njerëzit kap? Pe 2.000. Veni kisha me i ba. Investim s'ka, gjo s'ka. 2.000. 2.000 shku di ka. O zotëri kena Kosovën që tu. Ti në thekë, unë e dinë, e ki po. Që 20 vjetë shtetë më zotëri s'ka lërë në rrugë. Jo në për shpia, por në për male i ka qua asfaltin. E këtu të në bëhet debat, shtetë që 100 vjetë për rrugë. Si o bëha rruga ma, para rrugë në zonë verevt, o bëha që kjo. Pe i Gjakove në kam. Edhe kjo po mbetet e fundit. Nuk kena shpresë fare që bëhen. I kena fëmin, zjekush më ne e marë fëmin të shpia, me i që në shkollë, sa rrugat një që. I kena 10 fëmin që shkojnë në shkollë të Kromës, 10 janë në shkollë të mesme, nuk vjekush më ne e marë. Shkojnë kampe, zhjeqi, vinë leta, hypin fugona, shkojnë, vinë natën, që kanë këthy natën të shkollën. Sa u duhet për ta bërë atë më kam? Një orë. Një orë. Një orë. Po mirë, kur shkoj keqe se ato duhet mendojmë kur ka bore, kur ka shi. Kur ka bore shi, duhet më shkua. Po qendër shëndetësore baba, keni Kena qendër shëndetësore. Keni. Po, kena. Vjen mjeku, infermieri. Vinë, infermieri arrit aty vazhdimisht. Paktën e pas keni zgjidhur Po, këtë qeto, pjesën e po. për një gjilpër, për një Ato se kem, po. do ishte të merr, pastaj të merrni të rrugën. Për zotin të merë, po tash infermierin e kem. Doktor, shkojmë tash e kena makina, ikim në Gjakove, ikim për naj halë, për naj problem. Nuk ka zgjidh problemi me Kosovën një. Pra Kosovën ju më lehtë keni shkollin në Kosovë se të vini? Po qish më për Kosovën e kem Atë keni 8 kilometra për i qafe, këtu Krumën e kem 18. Jo si në Krumën Kukës, në Bramësur, nuk ka në shumë. të peisazh kaq bukur, a vin turistë të bab? Nuk vinë turistë, s'ka me liv turistë tu. Kaq bukur sa Pa çështu. rrugës vjen. Prej që tu të në kam të rapoj se keni 20 kilometra. Për 2 anë kjo zonë është zonë minerale. Për 2 anë. Për 2 anë të lumit. është zonë minerale. E dhimbshme. Investimet janë zero. Qa do bësh? Do vazhdosh protestosh? Do të protestoj sa të moj, po tu nësis nuk kam i më shumë më najtë. Se po mi ngre i qadër marë që tu, me i qadër më najnë qafë prushit. Deri aty ka arrit puna. Po me për ngriçate. zotën, për zotën po marë punë. Po i nalorë me këtë punë. Na i morën disa Po, hajde. I morën i dërguan komisariat edhe mu janë të këtu, kështu që vazhdoni emisionin pasionën sa të mundi se ne jemi Jo ta dëgjojmë, ja ta dëgjoj 2 minuta. Ça po më thua Izet se s'po dëgjoj? Ne na morën, policia është siç e shefni fokuson edhe me kamera, ka marrë protestues për një protestë jetike që është për ne. Shefin i fokusojnë një kamerë, janë të prit, i kanë shoqëruar disa persona në komisariat, ndërta edhe mu po mpresin aty, tash jam të shku. Kështu që vazhdoni misionin, pasqyroni ta dinë njerëzit se jemi të gatshëm me shku edhe në burg edhe me paktën aty është rrash, nuk është me gropa, siç e shihni rrugën më vonë që besoj do shkoni edhe ju të kaloni. Do ta vazhdosh protestën? Protesta nuk ndalë, nëse një do ngelet, besoj që dha i fundit ka me dal rrugë, o të shkojmë gjithë atje bashkë te burgu, se vetëm burg jeni mësuar me këto kohë të fundit, ose bëhet diçka për rrugën, se ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Tash po ju la, vazhdoni pasqyroni sa të mundi, faleminderit për vizitën. Faleminderit ne. Atëherë do kërkojmë vetëm 5 minuta, do ta shoqërojmë Izetin atje që të shohim ç'a do bëj policia. Vetëm 5 minuta, mbajni 1 minutë, lutem, mos mu largoni, lutem. A ka ndonjë prononcim arsye e shoqërimit zotëri? Po sjarën komisionat. Da sjaroni Jo, komisionat. në botë, jo, po adi. Jo, gjoja kena kryqë tyre. Kjo është që sa po pat, se pa precedent për emisionin fol, shoqëruar një nga persona që ishte i ftuar në emision,
Me një mbas protestës, këtu në Qaprush, është një nga banorët e protestës. Arsyeja se ka bllokuar rrugën. Ndërkohë që Izeti sapo tha edhe në emision e deklaroi që kemi dërguar informacion dhe njoftim për këtë protestë. Ka 3 vite që me vendim gjykatës kushtetuese është hequr leja për protestë. Vazhdojmë tek emisioni. Atëherë, mos na u largoni se vazhdon emisioni. Tani këto janë ngjarje pa precedenta që është edhe pa kuptueshme edhe për mua. Ju lutem, ulu zotri. Ulu. Ah, okay. Ka rrezik bab që edhe ndonjë ditë të shoqërojnë dhe ty. Edhe unë dhe dalë, në shta morin, s'ka problem. I na lodh, me këto vështërsi, kena vështërsi të madhe këtu. Na vjen në jem shtetja sërës në ka në jem, pra si gjo. Fëmijët i ke këti apo në emigrim? I kam edhe këte edhe në emigrim i kam. Nuk ka një kur Dy kam gjithë? në emigrim, dy kam këtu. Qa thonë fëmijët që janë këtu dhe ata që janë andej? Ata do në me ikë, edhe ky do me ikë. Edhe ky, e shikë këta, sa i vogël e ky. Është i këtyne, po edhe ky thët, do t'ike, nuk rritë thët tu. S'ka, nuk sheter me këtu gjonë. Ku s'ka rrugë, ku s'ka shkolla, ku s'ka gjone, kish ka një, du të me ikë. A e braktisët ky vend ka që i bukur? Jo, nuk braktisit, po shteti ka ndorë mësë me braktisë. Shteti ka ndorë mësë me braktisë. Ne jemi rritur me historitë e betejave të këtyre krahinave kundër horlive serbe, malazeze, etj. Fiks. Ajo që su bë se arriti do të Serbi po ndodhë sot në demokraci? Qa me thonë? Jena me problemet në dhaja këtu. Unë s'maj manë më që karë kush më në marë një intervjist në hektu. Jo një të partë. Jo një të partë. Edhe jave në partë që një konë edhe sot. S'ka hi kamerë këtë në luginave kort. Me i marë një intervjist, me i pa. Ku jetojnë, çka bojnë? Ndoshta dhe ju s'keni protestuar. Tani që protestuan njerëzit u zgjuan edhe thanë prit se ka njerëz që jetojnë atje. Po, ka njerëz. Qashtu, e vërtet është. Se është vjen të fjalë vjetra që i përdoren. Ne pam protestën tuaj edhe erdhëm. Na faleminderit për ju shumë. Na kërkojna nga qeveria shqiptare një saat të para të nojnë dorën këtë rrugë. Thuaj direkt kryeministrit, po ta kishe përballë, ç'a do i thoja? A dhe nga kamera? Kryeministrit? Po. Kryeministrit i kisha thonë me na bën rrugën. Me na bën rrugën sa më shpejt. Se në qetë rrugë merren miliona euro si thë zotëria, edhe ka, edhe miliarde tjera ka më morë. Se nuk është shku, nuk është shpritzuar. E dira ma për thët, me ne i bo pasaportat evropiane. Po pse me ne i bo pasaportat? Me i edhe këta si janë këtua. Na kem nevoj me i pas pasaportat shqiptare, e me investu këtu, e më ndaj këtu zotëri. E pjo pasaportat evropiane, ikin zotëri të fillë. S'kan kurin këtu. Në bushatisët vëndë. Pra ndaj na dona me ne siguru punin, me ne siguru gjona këtu, pasaportat, edhe mos me ne anë evropiane, s'du gjo. E shqiptare në duhet një, më ndaj këtu, në vend tonin, ku jena me punu, me jetu. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. U ndodhem në Hast. Këtu është hyrja rrugës Zogajt, janë edhe 20 fshatra që përfitojnë nga kjo rrugë. Banorët bën një protestë legjitime se kanë 34 vite që gënjehen, mashtrohen për këtë rrugë. E rruga është cop. Ajo që ndodhi pak më parë ishte edhe e rëndë, sepse policia shoqëroi një nga personat që kisha në emision, një djalë të ri. Pse? Se doli, protestoi dhe kërkoi rrugë. Në 2025, kur Shqipëria pretendon ta ndarësohet në Bashkimin Evropian, arrestohen dhe shoqërohen banor,
se protestojnë për rrugë. Do të gjojmë edhe të tjera halle dhe probleme nga populli i zonës, por menjëherë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem me banorët e dy njësive, të Golajt dhe Bytyçit. Janë këta banorë që pak më parë po protestonin në rrugë të madhe. Protestonin se kërkonin rrugën për tek fshati i tyre, rrugë që 34 vite nuk është bërë, përkundrazi, është dëmtuar edhe ajo rrugë e shtruar që në kohët Italisë. E thash mirë po. Si të quajmë pa? Unë jam Ismail Axhiaj nga fshati Zherë. U falenderoj juve si gazetarë që keni ardhur na pasqyroni realitetin çfarë po ndodh këtu në zonën e Bytyçit. Zona e Bytyçit njihet si zonë mikpritëse bujare e Malësisë Gjakovës. Këto rrugë, siç e thanë paraforcit, është detu që vitin 39, nuk është investuar, nuk është bën janë, siç e tha dhe inxhinieri, janë disa firma që operojnë nxjerrin këto me bajnë nëse si përfund nuk ashtu. Kjo zonë është marrë kryesisht me bujësi dhe me blegtori. Ka akoma bujësi e blegtori? Pak ka blegtori për arsye se qeveria shqiptare kërkon e thot të investojmë dhe shumë fermer privat nuk i kanë ndihmuar dhe i kanë shit ato bagti edhe tash aktualisht mbajnë vetëm pak. Sa kope kanë mbetur këtu në të zonën tonë? Tash mund aty janë kanë mbi 10-15 tub dhenë me 40 copë. Tash mund t'jenë 2-3 tubë, bile një fshatar jonin, Zoga i ka një 100 copa, një tjetër në pas një 50 copa dhe kështu. Njëri s'merr mbështetje? Ai që ka 100? Nuk kanë pas mbështetje prej qeverisë shqiptare me ato fondet që vinë. Pra subvencion për kokdele apo kokdhisë? Po, dhe janë detyruar me i heq. Tjetër është, arsimi shëndetësia sene këtu, qeveria shqiptare predikon e thot do i ndihmojmë do bëjmë, nuk është të investuar në masën e duhur. Pra shkolla të reja s'bëhet llaf? Po shkolla ka, po kanë met pak nxënës për arsye se shumica kanë ikë në emigracion nga që nuk janë plotësuar kushtet e fshatit të cënët. Rruga, ujë, dritat, probleme tjera. Na kuptoj. Kam edhe problem tjetër du ta ngre. Po? Atje në fshatin tim, prej në qendër të komunës në Pac, edhe në Gjakovë është 18 km rrugë. Është kanë investuar prej bankës botërore një fond, është dhënë një fond $120,000, mu hap një rrugë nga qafe e Gjoni që ka qenë e kalu me qysh në kohën e Austrisë, më u lidhë me Gjakovën. Është bën si transe 4 km 650 metër, veprat 3 veprat e ardhit, nuk është investuar ma. Ka mbet në vend? Ka mbet qashtu. Që kur fitoj u ndryshuan partitë, mori krahu tjetër politik, aty nuk është investuar ma, ajo rrugë ka mbet qashtu. Për arsye se po tjetë e hapur që e rrugë, ne shkojmë shkollë, bëjmë pazarin, ashtu nuk silem prej në Zherken pas në Kam, Medal këtu. Tepenek e këtu, 60 km rrugë, po shkojmë 18 km rrugë, se 18 km rrugë është prej në qendër të komunës në Pac e në Gjakovë, kurse prej në qendër të komunës në Pac edhe në Baramsor është 32 km. A kupton? Sa afër e pas keni ju atë? Kështu, nuk është investuar. Edhe mbeti. Kom kërkuar gazetarës anë, po sikur po azitojnë marrë, nuk e di se ku është problemi. Këtu është. Nuk di çfarë më thonë ma, ne do protestojmë, se pa ngrit zonin, fjala e urtë popullore është të thonë pa kajtë fëmija nuk jep gjinana. Problemet është që edhe qeveria shqiptare, çfarë lloj qeverie, çfarë lloj partije që të hypin e të bajnë, të kenë pak kujdes për këtë zonë, se edhe na njerëz duhet zhvilluar. Siç e tha edhe Plaku, ne kërkojmë të shkojmë në Europë, siç thotë Edi Rama, gjitha partitë politike, kërkojmë të shkojmë në Europë. Po të shkojmë në Europë të lëvizim lirshim, po jo ta braktisim vendet e tikim për këto. Po të jetojmë me fshatarët tonë, me njerëzit tonë, ta zhvillojmë infrastrukturën, të mbajmë blegëtorinë, të mbajmë bujësinë edhe të hesim përpara. I ke fëmijët këtu apo kanë ikë në emigrim? Jo, fëmijën i kom këtu, i kom çuar në shkollë të lartë, mbaj do bagtie të sene, i kom vetë financuar, i kom çuar, 2 kanë marrë shkollën lartë, 2 tjerë i kom shkollë. Se është sipërmarrje heroike të mbash fëmijët në Shqipëri në ditët e sotme. Me çapo na shohin syt. Sipërmarrje heroike nuk kam unë vesh mena me bujësi, miell ka 1 hektar, kollomosh, gron që ashtu. Vetë financoj veten po në jem të kurrë. Por atë 1 hektar që merr ndihmë nga shteti? Jo, nuk gallon kusht. Subvencion nafte? Jo, absolutisht, as nafta se sa. Forcat veta. As i gjan, vetëm forcat veta. Kurse për bagtit po, për bagtit më kanë dhënë ka 50.000 lekë që ashtu. Për tokë, për këto absolutisht.
Karburantin e merrni atje, nuk e merrni këtu besoj. Jo karburantin vëllai. Në Kosovë, se nga thonë që më lirë Një na. minutë, karburantin me të kallëzuar drejtën, Aha. e marrim në Kosovë, si e marrim më lirë. Po pra, Këtu marrim 1800 lek, atje marrim 1,15 cent, 1,20 cent. Dhe jena detyruar ta marrim atje. Po dhe doganët për na nxjerrin probleme, pse merrni atje? Në një kohë kur nafta nxirret në Ballsh edhe shkon në Kosovë, e nga që nxirret në Ballsh e shkon në Kosovë, atje marrim 1,15 cent, 1,20 cent, e në Shqipëri e marrim 2000 lek i ndërruar gazetarë. Po shumë investuar diçka, kjo zonë do ngelet sikur e braktisur, e kam kuptuar. Nuk është për të braktisë, këtu kanë qenë mbi 350 shtëpi në Pdyç. po tani sa kanë mbetur? Po tash kanë mbetur një 250 shtëpi. Kështu që i nderuar gazetar, kërkoj nga ju të paraqitni realitetin siç po ndodh. Siç do ta thuash fjalën, ashtu do ja përcjellim. Pa filtra, pa censur. Kështu është ky emision. Përshëndes. Faleminderit. Ta shoh folën. Po do Nuk- flasim nuk- prapë edhe në pjesë dytë. Normal, po Keni- nuk e ka diskutojmë fjalë që thanë ta, bëj Po. përsërit. Po di këta une që pushka gjermane ku ka dalë mos po e moj ka dalë Madain kam. Mi qëllë pikromit kam tërpojs. E ka shkume. E ka këtu e ka pas atë? Tu ka pas. E ka shkume Madain kam. Mi qëllë pishti Madainit kamit. Një. Tjetra që ky Lugi Zoga i që thonë, fshati Zjesh, su nga Zjesh që Amali Kukaj, është para shre Gjakovës. Ku e thanët e popullit. Gjakova bon 1445, kjo është para Për në fshatrat lashtë, shot e lashtë. kohë Skënderbeut. Tash 1400. Kështu që s'kush nuk ka nu dorë. Tjetra, për shto rrugë, për shto drita, mu kam djalin të shtëpia, ka 3 fëmijë. S'tam bëm më prapë, s'u kam pas 7. Do pse ti pa, ku ti shoj fëmin? Pa rrugë po, pa drita jo, kështu që edhe lindja ka ra. Për çet punë. Mbështetje jo. Bështetë jo, kështu që tash na, që tha ky shokë, 70 vjet i kena bën për protesta deri në fund. Si tha ti po ti e dera ma këtu. E dera vetë një gjë do të thamu. Merë mundësin, hadi je bje për shëtru makinë tonë. Me shtot voglat, jo me shtot, Atë duhet pyetja, ka ardhur ndonjëherë këthe nga ju? ka arë ma asnjë. Një deputet a kanë, Kush ka qenë atja themi? ka qenë ai Aleksandr Byberi, që është ardhur një rast, një fushat. Ai ka ardhur këtu. e Ka ardhur pa, edhe deputet mo jo. që është fut në rrugën tuaj. O fund rrugën tuaj, kena bërë takim me popullin, qatë prudu ku ka qenë deputet, edhe ai na tha si burrat. Më kanë rre mu qështu, o më kanë rre ju. Qaj burë ka shbloku rrugën ku ka qenë deputet, pe i borë, se që thaj, kena metë edhe me mujtë tonë blokum. Te deputet nuk ka arto. Pra vinë vetëm, po ku i vinë? A nuk trokasin për të marrë votën apo s'vinë fare? S'ka nevojë për votën tuaj. Për 300 vota si bon gjorë në o puna bu hapësha në votimit. Qa që ka rëndësia i? T'ja kalojmë më të moshuarit këtu. Si të quajnë? Quajnë Muharrem Malaj. Sa vjeç je? Që datëlinja 14 maj 42. Se e përmendi dhe djali pare, sa djalin Po. e kanë mora, djalin të me morën pare. Ta morën djalin, ë? Po, djalin e djalit. Sa i ka dalë me kartën. Pra dhe djalin dhe nipin ti morën? Edhe nipin. Edhe djalin edhe nipin. E mora vesh tani, hiç më tha i baba po se bëra lidhjen. Aha. Unë, se kom lejen këtë vend, tash edhe herë, kom mas pare jema, se sa vjetë që më konë nuk mojnë men gjanë, veç që mojnë men, ka shkon rulli si ka qenë Italia fashiste qëtë rrugë. Atë mban mend rul, një tate. Një rull e mojnë men, a i se 4 metra i gjanë, kujtesha si më një herë për e kërë rrugën, e mojnë men ka shkon kësaj rrugët e poshtë, atje poshtë, drejt më shmit e me. Edhe qatë poshtë, edhe poshtë, Në qartë. Kepenek, kam. Ish ka shkojnë se qatëherë ish ka qedet kjo rrugë. As një herë ma në këtë rrugë, gjatë jetës time si unë plak këtu, leje rritë e plak. Unë nuk moj men investim as punë në këtë rrugë ka jep krahin kush me punën ta. Moj men gjatë situatave, gjatë kohës, një njeri punoj ke me i karrocë, kishë me një njeri me karrocë, me mjull një grupë. Pra është një njeri me lopate karrocë. Tash hiq. As keni fare tani për mirëmbajtje? Fare, kur kush,
As ta lejnë nga krahja mej, për fshatin tonë, e për zjeqin, as kënej, kërkush. E ma i keni firën që punej këtu, si e shqit ke kromin, Po? e ma i keni njeri me karot, edhe Ja, ata të t'lutem. shëkan hek, edhe ata të shëkan hek. Unë e kom këtu poshtë ti rezervarit madhe, Po, një e shoh. kilometër ma poshtë. Që janë ato shtëpit atje? Ja, ma po ja, Akoma më poshtë. Edhe i keni ma kështu. Unë e poj 20 minuta, në po mi makinë të vogël që aty heci me ta kapak, e moj men, adi që heci për ka grupa, 20 minuta i poj prej asaj 1 kilometër rrugë, e deri me dalë qëto. Kush s'punën, kush janë. Atje tek ty vjen ambulanca për ti thuash kërkon ndihmë? Ambulanca me pas shoqëri, me ty ose me atë tjetrin kush e ka, më shta vjen. E nalë këtu ambulancën edhe thët, birem deri këtu. Kështu ndodh rëndon? Po bire këtu, thët se makinën këtu, e poshtë nuk e qaj. Nuk futet Nuk e mjeti. makinat, se prishi makinën. Për ju që keni. Makinën. Që keni halt madh, se ambulanca është Nuk ka. Zdish se i përmenë edhe këta kolegë, ka shokë, Faleminderit. Zdish ka me thonë vesh, na si më spakon shtetit shqiptar. Qafë prosh derin pëtëq, si politikë. pse ma the këtë si mos me qenë të shtetit shqiptar? Si mësë me konë të shtetit shqiptar. Mësë me qakë kokën, më falë për shprejen, as një nga kra, as partia socialiste, as partia demokratike. Si mësë me konë njerëzna. Si mësë me konë njerëz. Faleminderit. Për jush, T'ja kalojmë dikujt, kush ka dëshirë? Po, do i thoni gjithë ju, kush nuk ka folur gjithë dhe pastaj e mbyllim. Ju falenderoj për emisionin. Faleminderit juve që flisni. Rruga jonë quhet rrugë e Mashtrin. Kjo është shtrua. Njërë në 2 vjetë shtrohet rruga, kush vjen për fushat, merr votat, shton rrugën, ik me ne nuk flet. Pra me fjalë ka kry punë, me fjalë është shtruar. Problemi më i madh i rrugës. Në qoftë se ti unë jam Abduljar, fshati Kepenek, fshati i Po? fundit, domethënë, në këtu. E kuptoj? Po, shkove me makinë, në qoftë se është për i stratë, bon 1 orë 20 minuta. Ne me këtë makinë e vogël mund të futemi? Jo. Nuk futemi. Ti futesh mund bësh 2 orë, 2 orë e gjysmë. E ca vash me prishin edhe për 20 minuta. E kuptoj, e qartë. Rruga ka veprat e artit të bën me Italia fashiste. Po, Me që si është pushtuese, me thonë drejtë nuk pushtuese janë këta sot. I ka veprat e artit e shtrumen në kaldram, se do thonë vetëm pak si ma the këtë, më pushtues janë këta se Italia? Po si Italia. Po pse? Se Italia ndërtoi rrugën, e ndërtoi për interesat vjeta, po të pak në bonin rruga ura që s'kan viz një gur prej 86 vite. Kurse këta? Si vjet, janë bon 2 ura për korupcion, sigur për korupcion, 2 ura që s'kan asnjë lloj, kanë marrë ato turbinat e mëdha, i kanë marrë, kanë bon 2 ura, E një kuptoj. 1 orë e 20 minuta për shkun Kepenek, nga këtu ti ik, Milot ose në kushtu. Pra rruga prej këtu, fshati, në qoftë se une ti po 1 orë e 20 minuta, ti në kushtu, une nuk kom vikë shpet. Emigracioni, kanë ikë njerëz, kur kush nuk ka shpresë këtu, asnjë njeri në botë. Unë i kom 2 fëmijë, i kom rritë edukue për me majtë këtu. Ka janë në shkollë të 2, dhe i kom qunë me zërë në shkollë. Në vështërsi të ju lutë, jo vështërsi ekonomike, për ju lutë për t'i binë, për me dhajnë këtë vend. Se i kanë syt andej? Sot, jam pishmon si i kom lënë këtu. Se do të me ikë një urë më përbërë. Drejtësi nuk je, arsim s'ke, shmetësi s'ke, rrugë s'ke. Qa ki këtu, asë që më shpresë nuk asë, sepse ajo në aman. Thanë këta për pashaporta europione, është më thonë, dhe këtime pak njerës, dhe dhe mua në shku me një asil të ku në Fransë, se Franca falinderes Macronit i ka morë, ka nikë vetëm për i zonës tonë mund t'jenë diku të 300 din, 400 vjetë, 10 vitet e fundit ka nikë në Fransë. Për i halë. Nga kjo zonë? Po, nëse për 1 orë 20 minuta, ti vdes më zotni, prej në Kepenek më ardhë për 1 orë 20 minuta në makinë. Pra, dhe vetë një shpresë Kosova. Më thanë edhe me makinën tënde se nuk hynë të këtu, apo jo? Jo, nuk hynë të makinë. Me thona alle që kem, jo emisioni, jo ti në rumë, po duhe një 20-30 emisioni tjera. Se nuk ka asë i gjonë, gjithë shka është e marrume. Dele protestant,
e morin protestusin për qa, është e drejt e përcaktuar me kushtetut njofton na unë i pa shkollë jam, njofton t'i kiet me po vetëm një njoftim. Një njoftim, dhe i del borgjet. Pra, shkelet kushtetutas, shkelen drejtat, ku drejtas kje, asë një drejte. Drejt për jetë nuk je vlatë. Nuk jetohet ku jetojnë nasa. Ka shkesha, ju falenderoj. Faleminderit. Si të quaj? Legjon e kam emrin, Ke ardhe ti për protestat? po, rruga duhet të shtruar, ka qenë shumë keq. Makina, na për shembull kem disa makina që nuk mund i shtim në këtë rrugë, nga që me bëm i shtim neve na prishin, nga që ka shumë gropa dhe nuk bën kjo rrugë, shumë e keqe. Pam, ati ju qa goma ati? Asa ati mjetit atje? Po. Nuk e di, a vuri gomën apo jo? Ju ndodh që kur shkoni në shkollë të qatë goma rrugës? Po, na ka ndodhur shumë herë, edhe makinave tona shumë defekte ndodhen nga kjo rrugë. Nuk është rrugë shumë e keqe. Në vendin ku jetojmë ne, ka shumë gjarpër e kështu. Me bo me të nëzën e gjarpër, derisa vish për 1 orë e gjys në Kosovë, ti edhe mund vdeshesh nga helmi. Nga që nuk kem zona spitali aty, nuk është as spital, as në lagje, as unë. Faleminderit. Kush do të flas tjetër? Do të flas? Do të flas i ri. Si jemi të lirë, emisioni është pa dureza. Ja, ulëm edhe pak, se nuk e kemi mbyllur. Do flasë dhe zotëria në fund. Kryesori është ne kërkojmë këtë rrugë me shtu në asfalt. 19 km 20 sa. Ku t'ja kërkojnë këtë rrugë? Kryetarit bashkisë, prefektit, Ja, unë kryeministrit? kërkoj, për mendim jam është qeverisë. Çdo qeverisë e mirë, nuk e ka kërkojmë na. Po ajo qeverisë vjen për shtet rrugës me na. Kjo i shërben gjithë komunitetit, kjo janë 50 shkatra deri në katër pojë. Edhe lidhet edhe pjesa tjetër anë që mund të vizin këtej dhe vizin këtejna. Se kanë mashkull më punë gjako, me bo pazar, me bo trekti. Dhe në shtojnë këtë rrugë. Pastaj, tu ka dhe probleme tjera, që tu. Se kanalet badit që janë mosh, janë bon amortizohu komplet, asë i pikush në vjetë aty. Pra ky liçeni këtu është kot. Ky liçeni këtu mundet me vadit 20 fshatra. E s'vjen asë i piku, as për 2 fshatra se në vadit më. Edhe këtu mund të investohet, edhe në kanalet vadit, që infrastruktura tjetër, shkollat janë amortizohu këtë. Në më thonë të mija, aty shkojnë shkollë, mundet me morane qopë betoni, me najmy fëminë mëna. Haq keq janë shkollat? Janë keq, që ajo ka qenë banese vjetë e regjimit kalumë. Fëmijët kanë ikë emigranta, nesër pas nesër i marrë ata prej andej me makinë të mija, diçka i shun himarë të shtëpia. Faleminderit. Edhe gjëra tjera. Rrofsh. Do t'i them vetëm 2 fjalë. Po. Ua kemi borg Kalamajve, ne që jemi këtu, ta kërkojmë të rrugë. Për Kalamajt tanë, sepse ne 34 vite, unë personalisht kam ndruar 3-4 matina me shpresën gjithmonë që kjo rrugë do shtrohet edhe do me shkatruar një. A duke jetu me shpresë. Vetëm ashtu. Uroj më të mirën. Kështu që ja kemi borg Kalamajve të protestojnë deri në realizimin e këtyre të Po, faleminderit. Babë jemi në fund të emisionit, u thanë shumë gjëra. Për këtë punë jenior ju edhe bravo kurs jenior, me po gjenën tonë se që shëpjemi. Unë jam datinja 45. Edhe 100. Unë e po punu që shmoshën 12 vjetë. Veç ka bëhet sët në këtë situatë se 100 e sa vjetë që e bon shteti shqiptar, është morë. Që rruga si është feqet të mëjt, e të këtejnë kamë. E kuptoj. Si ka nëzirë flëri, ka nëzirë kami, ka nëzirë zogaj, e këtë edhe nuk me kush dorë. 3 herë ma që kjo rrugë, se ka shkua e lek, nuk dyhet. Pra e keni parë që është matur rruga? 3 herë. Ka zaj drejtën e dy. Po që ndodhe ku shkuan lekët? Ku shkuan fondet? E din ata, si e kanë matë, edhe kanë matë. Oke, rrim këtu. Vetëm me rrugën tuaj në këtë zonë e kanë? Pra këto zonat e tjera, do më thënë, kjo pjesa sipër, kanë rrugë? Apo është një sëmundje totale e kësaj zone që nuk investohet? Qëtë zonë nuk ka këshyë kushën ta.
Tmej, a bon, edhe Pra, kjo Sali pjesa lart Berisha- i ka rrugët? Sali Berisha e boni. Nuk Nuk i ka rrugët? Jo që të flasim këto, pra është krahinë e lënë bazdore, apo është vetëm... Përgjithsisht është e lënë Mazdoro, po. Pra si krahinë? E I kuptoj. morrin votat ta vinë, na kemi e bon, edhe nuk bon. Vetëm që ke rrugë kryesore. Pra vetëm rruga kryesore për me shku në dogan. Fshatrat nuk lidhen. E kuptoj. Kërë shumë qartë. Rrugën e morrin, morrin rrugën, e morrin prej bashkisë, morrin mund t'jenë 5-6 vjetra, nuk e dim në sa mund t'jenë. Vetëm një punëtor ka 22 km rrugë, ka vetëm një punëtor. Ka shkrujtën e mësa, ato a harrova unë. A pse, është një punëtor këtu me letra? Një punëtor, me letra mund t'jenë 5-6 si futin bashkia. Po, Shkurt, po këtu, kë keni parë? Keni vetëm parë? një punëtor ka, pra Ka mjeta i? 22 km, karrocë ka i shkreti, karrocë. Me lopatë? Me lopat, një karrocë, pra kjo mirëmahet, që kjo rrugë mirëmahet, prej një punëtor, 22 km rrugë ka një punëtor, atë shkrujtun mund ketë sa dush aty. Që do bëj një punëtor? A një punëtor 22 km. Një punëtor për bazë materiale? Edhe qatë punëtore kanë mërë, kanë qitë të kanali e kanë qitë, a i kanë mërvesh të bon kanalin ati me mon lekin, edhe kjo rrugë e mërë të kur që të lekë. Si a i del, e mërë. Po që të marri, Edhe sa do të kur- marri, po qa do Qyre. bëj një punëtor? Një Gazetora punëtor ati që sharake ta kesh? Mund vje shumë mirë si e para herës. Si unë e shok gazetar në këtë zonë tonën për kërkesat e popullit. Faleminderit shumë për jush, Faleminderit juve. ju rënjoshi edhe hajdu të atisjani. Po ju falenderoj. Mirë, ja, unë edhe 2 minuta. Vetëm një laf. Po, ja dhe bë... Okej, qojmë në kom, juve vazhdoni rrini, ma e pak mikrofonin? Po, Jena dalë në protest, atëherë thuaja direkt jemi kryeministrit. dalë në protest, Po. e i thumë kërministit, jena shtet që 120 vjetë, Kosovën e kena që 15 vjetë shtet, e i kem dëshok aty e kom shkue për shef, më ka thonë mos t'ja u shelqa dirë në borë, tha mashina asfaltin mrendë. Atër ku jena na, ku jena ta. I bëj kërkes kërministit që të këshyën prej nesh. Ta bojnë këtë rrugë, e mos t'kem, mos dalim on në rrugë, për t'jenë bëhet si duhet rruga. Po. U falenderojmë që keni ardhur. Faleminderit. Qa, do thoje se nuk duham ta ndërpresim. Jo me hanë si protestustit sot në protest, si shështuën Po. policia su kur të ishin hajdut, kontrabandista ka kalujnë kufinin të në kufi, ta janë ardhë për me protestua për rrugën, dvin të shohin, dvin edhe shteti vetë, se me konë me gjatë tjetër dvin e kapin su kur shqenë, më për shpia. Po, se këtë duhet bëja pyet. Pra, po të vim, po të shkojmë atje në të presim një dru atje, atë bëjmë ndërtim. Vje policia? Me i hërtë ta më gjoben. Po për ta Ta shtruar? më gjoben për drun, për drita, për kamat vënesa, për çdo lloj gjëje shteti shqiptar ne na ka trytërua më zise shkijet në Kosovë. Po për ta shtruar rrugën zjen njëri. Në Kosovë nuk e shtrojnë rodit, të na firmat e kromit. Si a marrë që tu në fshatin, penqa prosh, tek tjeri, lejthis, kam, tropoj si a marrë, nuk ka marrë kush me këtë rrugas me këtë punë, vetë me hajdut lek, si janë ardhe kanë marrë dhe janë ikë mu shqep ati. E kuptoj. Shpijat si shkojmë sot, i kam 10 vjet i kam nisë, unë i kam quë vetë për Francë. Unë jam kanë maj riu me majt batonin e babës. Vesh të lodhun me smunje edhe pensionet si i ka pas, jo ka hek qeveria shqiptare. Ku t'ja ka e pensionin? Babës teme, nënës teme. Po pse? Ja ka hek për hajdut lakin si e kanë bon. Po kjo është e rëndë të heqin pensionin. Shteti ka bon se se kanë bon plesht, ka 7 vjeqa, ty hek pensionet katullarit me nëzi ka rrinë kamat. Po as keni hap gjysh? Po kem hap gjysh, kam thonë ti nuk je gjysh, ke vjell shteti. Ka vjell flaki 17 vjeç, së ta dal baraz me mua me asistencë, ku me asistencë veti 4 ti trajtona në fshatin Lejtris. Faleminderit. Të nderuar miq, Drita s'mon në dalmane me i pagu me qatë asistencë, po si pagove dy të rona me marë borgje, me pagu dritat, se për ndryshë vine i këputin e të morën e të arrestuj. Faleminderit të nderuar miq, ka shumë halle. E ka shumë probleme. Në 6 fshatra. Nuk del një emision për t'i treguar gjitha. Ama rrugën për cilën e kemi ardhur dhe ato problemet kryesore ne do t'i tregojmë me pamje. Sepse emisioni fol, shkon dhe e vë gishtin mbi plak. Ne pam
live se si i ftuarin në emisionin fol, u shoqërua nga policia, pse? Sepse doli të protestonte se kërkonte rrugë për të shkuar në shtëpinë e vet. E këto ngjarje janë shumë të dhimbshme kur mendojmë se Shqipëria pretendon, aspiron që të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe për më tepër kryeministri ka lajmëruar ose ka premtuar të jap shqiptarëve pasaportë europiane. Ndërkohë shqiptarët nuk kanë rrugë të shkojnë në shtëpinë e tyre. Ky është emisioni Foli, emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë Shqipërisë, ka shqiptarë të tjerë të ndershëm në hall që kanë kurajo, kanë guxim dhe po protestojnë për të drejtat e tyre. Takohemi premten tjetër.